Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam një grua 54 vjeçe dhe këtë verë doja një ndryshim. Vendosa të shkoja në Bregdetin e Shqipërisë për të punuar gjatë sezonit turistik. Doja të largohesha pak nga qyteti im, të shihja njerëz të rinj dhe të mbaja veten të zënë me punë. Gjeta një vend të mirë në një nga furrat më të mëdha të Bukës dhe pasticërisë në atë zonë. Ishte një furr që punonte pothuajse pa pushim, me shumë lëvizje dhe e mbushur gjithmonë me turistë që blinin mëngjesin apo ëmbëlsirat. Aty njoha një djalë nga Kosova. Ai ishte 39 vjeç dhe ishte mjeshtri kryesor i furrës. Ai bënte buken, bënte byrekët dhe gjithë brumrat e tjerë. Puna e tij ishte e vështirë, plot zhurmë dhe me miell, por ai ishte një njeri që nuk ankohej kurrë. Ishte gjithmonë në lëvizje, gjithmonë duke folur me stafin dhe e mbante ambientin me shumë humor. Unë punoja në pjesën e përparme tek banaku i shitjes. E në fillim, marrëdhënia jonë ishte thjesht marrëdhënie pune. Ai sillte tavat e pjekura, i linte mbi banak që unë t'i sistemoja, dhe ai kthehej prap në dhomën e tij të punës. Por me kalimin e ditëve, gjithçka ndryshoi. Oraret e gjata në furrë na bënin të kalonim shumë kohë bashk, sidomos gjatë ndërrimeve kur nuk kishte shumë fluks. Ai filloi të më kushtonte vëmendje. Në fillim e nisi me fjalë të vogla. Më thoshte se i pëlqente shumë mënyra se si i mbaja flokët dhe ngjyra e flokëve të mia. E pastaj komplimentet u bën më të drejtë për drejta. Më thoshte se isha një grua shumë e bukur, shumë e mirë dhe se kisha një trup që do ta kishin zili edhe vajzat shumë të reja, dhe më thoshte se edhe rrobat e punës më rrinin pas trupit të ngjitura në mënyrë të përsosur. Të jem e sinqert nuk e prisja. Një grua në moshën time nuk është mësuar të dëgjoj fjalë të tilla për ditë, e sidomos nga një burr 15 vjet më i ri, por më bëhej qefi. Ato fjalë më bënin të ndihesha mirë me veten time. Me jepnin një lloj energjie që kisha kohë pa e ndjerë. Ndaj, nuk i thash kurrë që të ndalonte. Përkundrazi, fillova t'i ktheja përgjigje me të njëjtën monedhë. E ngacmoja për faktin që rrinte gjithë ditën i mbyllur mes miellit dhe e pyesja me shaka nëse e mbante mend si dukej dielli. Ai qeshte dhe më thoshte se diellin e kishte aty brenda në furrë, pra e kishte fjalën për mua. Ngacmimet tona u bën një lojë e përditshme. Ai gjeti mënyra shumë të veçanta për të më provokuar mendjen. Për shembull, kur unë sapo kisha pastruar dhe rregulluar vitrinën e byrekëve me shumë kujdes, ai vinte nga mbrapa dhe i ndryshonte vendin një tavë të vetme, vetëm që të më bënte të flisja. Ose ai vinte muzikë në telefonin e tij, këngë të vjetra, dhe më pyeste me zë të lartë nga dhoma tjetër nëse i kisha kërcyer këto këngë kur kisha qenë e re. Unë shkoja tek dera e tij dhe i thoja se ende kisha dëshirë të kërceja, e ai më thoshte se do e gjente patjetër një mundësi për të më ftuar. E gjithë kjo ndodhte me fjalë. Në asnjë moment nuk u përpoqte me prekte apo të bënte ndonjë veprim të nxituar. Kur më sillte kafet që i porosisnim të lokalin ngjitur, ai gjithmonë e linte goten mbi tavolinë që unë ta merrja vet.
Ishte një lojë fjalësh e ndërtuar me shumë kujdes, por që po na ofronte jashtëzakonisht shumë. Kjo lojë mori një rrjedh tjetër, kur filluam të bënim turnet e natës. Gjatë sezonit, furra duhej të bënte përgatitjet kryesore natën vonë, në mënyrë që në orën 6 të mëngjesit gjithçka të ishte gati për turistet. Rreth orës 2 pas mesnate, furra mbyllej për njerëzit nga jashtë, dritat e jashtme fikeshin dhe mbeteshim vetëm ne të dy. Pjesa tjetër e stafit vinte vetëm në mëngjes, e ato orët e vona kishin një qetësi të çuditshme. Dëgjohej vetëm zhurma e makinerisë së brumit dhe hapat tonë. E gjatë atyre neteve, ne flisnim për gjithçka. Zëri i tij ishte I ulët kur më fliste natën. Unë I tregoja për jetën time, për familjen e për gjërat që më kishin lodhur ndër vite. E ai më dëgjonte dhe më thoshte fjalë të ngrohta. Donjëherë unë ndjeja pak lodhje nga qëndrimi në këmbë, dhe ai ma ofronte një karrige duke më thënë të pushoja pak, se gjithë punën e rëndë e bënte ai vetë. Unë rria ulur, pija nga një gotë ujë dhe shikoja nga larg teksa ai punonte. Pëlqimi im për të po bëhej I dukshëm dhe nuk po fshihja më. Erdhi një natë e veçantë, diku nga mesi I majit dhe ishte një natë shumë e qetë. Jashtë nuk përpetinte asgjë, e unë po rregulloja disa rafte boshe tek pjesa e banakut, e ndërsa ai ishte mbrapa në dhomën e tij të madhe, ku kishte banak prej inoksi dhe tavolinat ku hollohej brumi I byrekëve. Pasi mbarova punën time, eca drejt korridorit të ngushtë që lidhte dy ambientet. Unë mbeshteta te korniza e derës së tij, e ai po merrej me disa përgatitje të fundit për byrekët e mëngjesit. Dhoma ishte shumë e ndriçuar dhe kudo kishte pak pluhur mielli. Edhe pak ditë dhe po mbaron sezoni, thash, me një ton shakaje, sepse sezoni sapo kishte filluar. U bën sa kohë që po punojmë bashkë, thash. E ti s'më mësove ende se si bëhet byreku I famshëm. Ai e la punën që po bënte, fshiu duart në përparsen e tij dhe u kthyen nga unë. Eja brenda këtu ku holloj brumin dhe ta tregoj, më tha ai. Zëri I tij kishte një lloj vendosmërie që e bëri ambientin të ndihej krejt ndryshe. Dola nga korniza e derës dhe u futa brenda në atë dhomë të madhe. Eca drejt tij e ai qëndronte pranë një tavoline të madhe metalike. Më tregoi me dorë disa hapa të thjeshtë të punës me brumin, duke më shpjeguar radhën e gjërave me fjalë shumë të shkurtëra. Unë e dëgjoja, por në fakt asnjëri nga ne nuk e kishte mendjen tek byreku apo tek puna, sepse kishim shumë emocione. E dija shumë mirë se përse isha futur në atë dhomë, por edhe ai e dinte. E kjo ishte nata kur gjithë ato javë plot me komplimente, e ngacmime nga larg dhe bisedat e gjata do të gjenin një rrugëzgjidhje patjetër, ashtu e kisha vendosur unë. Ai ndërpreu shpjegimin papritur. Me pa thënë asgjë për një moment, e pastaj më tha kështu: Boll të prita, tani mos me bëj naze, por eja këtu. Fjalët e tij ishin aq të drejtë për drejta, sa që më bën të qeshja. Ishte një e qeshur e lehtë, e mbushur me emocionin e një gruaje që po trajtohej si një vajzë e re. Pse, çfarë do me bësh? E pyeta. Eja këtu e ta tregoj, më thaj, pa u tërhequr fare. Unë i ofrova plotësisht, bëra hapat e fundit drejt tij, pranë asaj tavoline metalike, e ai nuk priti asnjë sekond më shumë. U afrua e me puthi direkt në buzë. Ishte një puthje e fortë dhe e plot që mbylli gjithat lojtë e gjatë që kishim nisur që në fillim të verës. Unë nuk u tërhoqa, dhe ashtu si isha me buzën e gaz nga të qeshurat e pak çasteve më parë,
fillova ta puthja atë djalin e pashëm nga Kosova. Në atë dhomë plot dritë ishim vetëm ne të dy. Putheshim dhe ulem që të dy mbi atë tavolinë metalike. Putheshim kudo. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjeni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjeni subscribe.